Ai është peshkatar prej 40 vitesh dhe në fundjavë gjetëm në vendin e tij të punës në Zogaj, por pak ndryshe nga përditshmëria. Hazip Ateriku vargën e tij të peshkimit e përdori si një karrem për të tërhequr të veçlit dhe për t'i shpjeguar atyre disa rregulla mbi peshkimin. Pasion që synon të trashëgoj tek brezi i ri. Kjo ishte gjutia, morëm edhe fëmijët për me i tregu se sa pesh dhehen liqet Shkodrës. Edhe peshkun tradicional krapin e zumë. Kryesorja, si ti hinë gjek i fije. Tha, s'ka më letë që unë dola sa të ngjoje i këta zuna, por u knaqen fëmija. Një kënë s'një më mallet, pak një frest. Ja me shkune për vende tjera si mund të gjojnë, nuk po thomë se me që dzehet. Peshkatari tregon se ushtrimi i këtij profesioni është bërë i vështirë, për shkak të zhdukjes së disa specieve, por edhe ndotjes së liçenit. Por krapi ka ike rezervat e liçenit, ka një shumë, të gjoj shumë keq, barbarisht. Ky komunitet me këtë lloj peshkët jetojnë. Edhe kështu si me pasi fije kujdes, pakten me avu dojnë liçenit, një farë me shpenzu diçka për liçenin. Se në liçet Shkodrës kanë humbë 5 lloj specie. Ballgjeri, omuri, si kanë humbur ata borin e liçenit. Sa të bëmë shku xhiro, nuk mundajnë më la kërkosh për i barit. Nuk ka, i kanë ata lloj specie si kanë humbur borin. Sot që nuk i shtan kush, nuk i han liçet. E 35 vjet sa kanë hedha si kukur. Por fëmijët kjo eksperiencë është unike. Shumë bukur, ishte shumë qejf. Kemi kapur 7 peshk. Ishte gjëra më e bukur, nuk i kisha kapur asnjëherë më përpara. Ishte vërtet shumë bukur. Dua të vi sa më shumë herë të mundem. Kisha në fillim frikë, po ishte shumë bukur. Grupi i pushuesve kishin ardhur nga Tirana për një vizitë në Zogaj këtë fundjavë, por kjo ide e përfshirjes së fëmijëve në peshkim do të mbahet mend si një eksperiencë e veçantë, kryesisht tek ata që për herë të parë peshkuan në liçenin e Shkodrës.